Ka pyetje që nuk u bën kur. Ka zëra që ende kërkojnë të dëgjohen. Një ustim për te kohës. Një bisedë me ata që nuk jetojnë më. Intervistë hipotetike me mua Almiron. Mirë se vini në një ustim jashtë kohës. Sot kemi një mysafir të veçantë. Zërin e fuqishëm të Gjergj Fishtës, një nga figurat më të mëdha të kulturës dhe letërsisë shqiptare, poet, klerik, adetar, i cili ka sfiduar kohën me fjalët e tij. Sot i dashur mik, ne do dëgjojmë atë si asnjëherë më parë. Jo më në libra, por duke na folur drejt për drejt, duke na treguar për Shqipërinë, moralin, unitetin dhe vlerat e kombit tonë. Një intervistë hipotetike, e cila zgjon ndërgjegjen dhe sfidon shpirtin. Por si kanga e zogut verës që vallëzon blerim të prillit, por si ambli fladi erës që lëmon gjide dronda fillit, por si vala e mbregut detit, por si gjama rthes zgjetare, por si ushtima një tërmeti, një ashtu ashtë gjuha jon shqiptare. Po e ambël fjala saj, por si gjumi një kërthi, por si drita plotu zdaj, por si gazi i pamashtri. Edhe ndihet tu i kumue, por si fleta e kerubimit, ka i bjen qeve tu flutrue, në zjartë të valet të mshimit, pra malku. Ja i bir shqiptari, që këtë gjuhë të perendis, trashgim që në laj pari, trashgim s'jalen ai fmis. Edhe ati ju thaft po goja, që e përbus këtë gjuhë hinore, që në gjuhë të huj kur sa shnevoja, fletet veten len mazdore. Gjuhë Shqipe nana tona, Shqipre djepit në kanë thanun, sash një zot që do t'a dona, ja që jetën në ka dhanun. Edhe Shqip në thanë se zoti, për shqiptar, Shqipnin e fali, se sa të enden stina e moti, do t'a gëzojnë këtë djalë mas djalit. Shqip, në vetë po pik ma par në të gjimjetës kur kem shkue, tu indjek flutra në prara, Shqip, mas parit kemi këndue, po armët besnike, që flaku kanë dorë shqiptarve, ka kanë dek për besje tike, ka kanë dek ta për dhe të pareve. Në këtë gjuhë, edhe një i leka që i rozullim rednin si azuni, që ka bita i shkel të deka, shekvit marë, litrani dhuni. Në këtë gjuhë dhe kastriota u pat fol një ty në ushtrive, që sa të shëndri se djelit rota, kanë me kënë dera trimnive. Pra, shqiptar çdo fes që ti një gege tost, marsie qyteta, gjuhën tuj kur mos talini sa tjeta, po për te gjithmon të punoni, pse sa të mani gjuhën tuj, fisi ju i vendje zakoni, ka në majt ljarkamet huj.
Në përgjuhë shqype botamar, ka më njofë se qfis ju kini, ka më njofë ju e për shqiptar, tri manza si kurse ini, prandaj prane doni fisin, mali, brego dhe marcia, prej një goje sot vrarisin, në gjuhë të vetë, rënof Shqipnia. Atë Gjergj Fishta. Ju keni lindur në një fshat të vogël, Fisht, të Zadrimos, në vitin 1871. A mund të më thone si ju kujtohet ajo fëmijëri e hershme që më vonë do t'ju çonte tek një jetë krejt e jashtëzakonshme? Fëmijëria ime që e varfër në sende, por e pasur në shpirt. Në Fisht, në hijen e maleve dhe me zërin e kampanës së famullisë, më lindi dashunia për fjalën e për Zotin. Famulltari i fshatit, që pa diçka të pazakonshme në mua, më çoi në seminarin franceskan të Shkodrës. Aty, në moshën 6 vjeçare, filloi rruga ime. Ju jeni rritur mes librave, lutjes dhe mendimit filozofik. Si është formuar njeriu që më vonë do të bëhej poeti kombëtar i shqiptarëve? Formimi im erdhi prej lehtësisë në Troshan, mandej në Bosnjë, ndër kuvendet e Guqjagorës, Suditkës e Livnos, mësova filozofi e teologji. Aty nisa edhe ushtrimet e para poetike. Kur njeriu i futet mendimit të thellë mbi Zotin e njeriun, s'ka si të mos i shpërthej fjala në varg. Kështu u lind poeti Teprifti. Atë Gjergj Fishta, ju jeni quajtur vazhdues autentik i rilindjes kombëtare. Çfarë përfaqësonte për ju ajo frym? Rilindja që zgjimi i shpirtit shqiptar. Misioni im që me adhan këtij shpirti za. Me anën e fjalës, të artit e të besimit, unë desha me përtrindjesin e lirisë. Idealet e rilindjes unë i përktheva në poezi, në satirë, në dramë, me të gjitha armët e artit. Ndërsa tani do të ndalemi tek lahuta e malësisë, tek kjo vepër monumentale. Mund të më thoni se si ka lindur kjo? Lahuta s'është vetëm poem, është shpirti i kombit në varg. E nisa në fillim të shekullit të 20, me këngët e para të botuame më 1904. Aty desha me rujt heroizmin e maleve, gjakun e lirisë, krenarinë e shqiptarit. Lahuta është kanga e kombit që se mposhta as pushtuesi, as koha. Ju atë Gjergj Fishta keni pasur një rol të fortë edhe në fushën arsimore, apo jo? Po, në 1902 mora drejtimin e shkollës franceskane të Shkodrës. Aty, gjuhën shqipe e futa si gjuhë mësimi, gjatë që deri atëherë s'lejohej. Gjuha është shpirti i kombit, dhe kush ja ndalon gjuhën, ja shuan shpirtin. Absolutisht. Ndërsa në vitin 1908 morët pjesë në kongresin e manastirit, madje u zgjodhët edhe kryetar i tij. Si e kujtoni këtë moment, mund të na thoni pak? Ajo ditë ishte si lindja një fëmije të ri. Alfabeti ynë. Kombi u bashkua në një gjuhë, një shkrim. Me shokët e bashkimit, punuam ditë e natë që shqipja të kishte zërin e vet në botë. Gjergj Fishta, përveç letërsisë, ju ishit edhe publicist dhe politikan aktiv. Si jeni ndjerë në këto role? Letra dhe politika nuk janë aq larg sa duket. Kur secin fjalët në letër, duhet i çosh në tribunë. Si deputeti i Shkodrës dhe nënkryetari i parlamentit, s'kërkova tjetër veç se me i dhan vendit dinjitet e drejtësi. Por politika shpesh e ka braktisë shpirtin që unë kërkoja. I pamëshirshëm është Fishta ndaj shqiptarëve që kullosin mbi djersën e pasurinë e shtetit pa pikën e dhimbjes. Në vargje të më poshtme, të duket sikur e sheh Fishtën me ndushëm, duke dialoguar me veten e tij. Ju rrugaça Salahana, vagabonda shaklabana, rishna të nyt mikrobe të këqi, që të mirës më i shqipni, thellë i kenin mushkni, padhim gjakun të japi.
O dërkur bre batakçi, bre coftina kalmbi dhe, dërkur ju t'u talë ndër ne, do na qelbni fisat dhe, tash në smoking, tash në bonjour ju që djes kishit asu shkur me lidh brekët me nerë me thanë, në sahan të huj gjithmon të ingran. Rrugën kret na e keni zan, e na shkoni pashem pash, edhe besa me gulash, me mafishe, me sultjash, me kjum shture, me hashure, kosha jenar si kobure, taratoll pilaf me kos, mish me qepe majdanoz, shish kebab bërdzolavici, kungujt mushun kuzuici, kabuni e mualebi, barku sodjuri ju kodër, kakardis e bamun lodër. E po, ushdin jandër ne, për një palë që këtu në Shqipni, o rrujnë petla e kabuni, e rrujnë roga nari flori, ushdin ja, po thomë zotni, se ku i kanë këta gjak e qini, se ku i kanë këta plange shpi, stane, pleme, vaf e gji, pashaportat, kush ja o pa për me thanë se këta s'janë slav. Nuk janë slav, turq e bulgar, por janë thjesht burra shqiptar. Shka punu këta përat dhe, ku janë krenat që kanë pre librat shqip që kanë botu? Gjergj Fishta, ju keni marrë pjesë në revolucionin e qershorit dhe u përndoqët pas rikthimit të mbretit Zog. Këtë periudhë si e keni përjetuar? Nuk ka detar pa mërkim as idealist pa plak. Shkova në Itali, por fjala ime nuk heshti. Aty shkrova e ribotova, ndërsa mendja më rrinte gjithnjë në Shkodër e ndërmale. Gjergj Fishta, përveç lahutës së Malsis, keni krijuar anzat e Parnasit, mrizin e zanave, cila ishte forca që ju shtynte të shkruanit? Fjalën e ndjeva si mision. Satira për të zgjuar, lirika për të ngrohur, epika për të mbajtur gjallë kujtesën. Njeriu jeton sa të ketë fjalë për të thënë të tjerëve. Pa diskutim. Po kushtu keni marrë nderime ndërkombëtare, Fonix nga Greqia, antarësim në Akademinë Italiane, çfarë donin të thonin, çfarë ndjesish kanë pasur për ty këto çmime, këto simbolika të rëndësishme? Janë mirënjohje të bukura, por më i madhi nder për mua ka qenë dashuria e popullit tim. Se kam kërkuar laftin. Ajo më ndoqi sepse i shërbeva me shpirt fjalës shqipe. Nëse do t'ju flisni tani më, do t'ju jepi mundësia për të përcjellur diçka, një mesazh për brezat e rinj shqiptar sot, çfarë do t'ju thonit atyre? U them, ruani gjuhën, nderoni tokën, e mos harroni shpirtin. Pa këto tri, shqiptari humb vetveten. Bolloku i vërtet nuk është në ar, por në shpirtin që se shitet as për botën mbar. Sa fjalë të bukura. Gjergj Fishta, një nga episodet më të përmendura për ju është ai në konferencën e shkrimtarëve në Rom, ku u përballët me një shkrimtar serb. A mund ta kujtojmë pak atë çast? E kujtoj fort mirë bia ime. Ishte një sallë e madhe në Rom, me shumë shkrimtar nga vende të ndryshme. Ndërta, edhe një serb që kishte guxuar të shkruante në librin e vet se shqiptarët janë me pisht. Kur hyra në sallë, ndjeva një therrje në shpirt, jo për fjalën e tij, po për përbuzjen që ajo barte ndaj një kombi të tërë. Dhe ju nuk ulët në atë karrige, apo jo? Jo, ngrita në këmbë dhe qëndrova ashtu, që ta ndjente se cili pse. Kur drejtuesi më pyeti pse nuk ulesha, i thash, karrigën e kam, por nuk ka vrim ku të fusë bishtin tim. Ai, i habitur më pyeti,
Cilin bisht? Atëherë tregova nga serbi dhe i thash, bishtin që ky zotri na e ka gjetë në librat e vet. Reagimi i sallës besoj duhet këtë qoni me njerëzëm apo jo? Në sallë ra heshtje. Nuk u dëgjua as frymëmarrje. Unë nuk ngrita zërin, por fjala ime peshonte si plomb. I thash, o ta gjej bishtin shqiptarve, o të dalë për jashtë i turpruar. Dhe i doli. Jo pse ja kërkova unë, por pse ja kërkoj turpi. Gjergj Fishta, ky është një reagim i shpejt, i mpret, por sigurisht edhe i mençur apo jo? Ju vinte natyrshëm kjo mënyrë për të përballur me padricin? Fjala është armë bia ime, po e përdore me urtësi, bën më shumë se një ushtri. Unë kur s'kam dashur të poshtroj askënd, por se kam lejuar kur të poshtrohet shqiptari. Kur dikush të shkel dignitetin, duhet me ngrit kokën, jo me ul. Por çfarë mendoni për faktin që ky episod është përhapur dhe kujtohet ende sot pas më shumë se një shekulli? Sepse njerëzit ndjejnë se ajo skencë është vetëm për Fishtën dhe Serbin, është për çdo kombe, çdo njeri që ruan derin e vet. Kur digniteti të cënohet, përgjigja nuk duhet të jetë me urrejtje, por me dignitet. Unë se godita me dorë, e godita me të vërtetën. Dhe e vërteta s'ka nevojë për zhurmë. Gjergj Fishta, në thelb ky episod përmbledh shpirtin tuaj, prift, poet dhe patriot. A do ta quaj këtë një moment i cili po kushtu përkufizon dhe karakterin tuaj? Po, ndoshta po. Se në atë sallë nuk foli as prifti, as poeti. Foli shqiptari. Dhe shqiptari, kur ngrihet për dignitet, nuk ulet më. Falenderoj Gjergj Fishta, sepse kjo histori do të mbetet mësim për çdo brez i cili kërkon të di çdo të thotë të jesh shqiptar me dinjitet. Faleminderes të jeni ju që ja kujtoni brezave se fjala është besë, e kush e mban fjalën, mban nderin e kombit. Poema satirike Anzat e Parnasit është një prej kulmeve të sarkazmës politike dhe shoqërore në letërsinë shqipe. Është shkruar me një gjuhë të fortë, therse, plot ironi dhe përbuzje ndaj hipokrizisë, servilizmit, po kështu dhe pseudo-patriotizmit të disa shtresave, të cilat kanë marrë apo kishin marrë dorë fatet e Shqipërisë, theksojmë pas pavarësisë. Tani, në këtë tekst, ju keni shpërthyer me një zemërim të rrallë. Fjalat aty janë thersa, por edhe përçmuese. Çfarë ju ka shtyrë të shkruani kaq ashpër kundër vetë shqiptarëve atë Gjergj Fishta? Unë nuk i kam shet shqiptarët që duan këtë vend, por ata që e përdorin, ata që sot përpiqen me shitat dheun si mall në treg. Me vesh patriotizmin me smoking, por me shpirt të kalbur. Këta janë mikrobe të kompit, që hanë gjakun e tij si pleshta e kërma. Kur s'kam dash me ledhatue, por me i zhvesh nga maska. Adheus mbahet me fjalë, as me poza, por me ndershmëri e punë. Teksti juaj tigullon si gjyq moral. Ju i përshkruani si rrugaça, sallahana, batakçinj. A nuk është e tepër të gjitha kjo? Kur pleut mbulon shtëpinë, nuk e pastron me parfum, por me lopatë. Unë kam dash me i zgjuar, jo me i përgëdhel. Nuk e përul shqiptarin, por ja kujtoj se është rrëshqit mbalt. Kur një komb humb turpin, i duhet dikush me ja kujtu. Ju përmendni ata burrat e dheut që ranë për ndera dhe a ndjeni se sakrifica e tyre është tradhtuar djesi? Tradhtuar e përbuzur. Ata ranë për një shqipni me dignitet, jo për një gjell me majtanos e shish qebap. Ata dhan jetën, kurse brezi që erdhi pas tyre dha shpirtin për një darkë të paguar nga të huajt. Një komb që harron gjakun e burrave të vet. E meriton me përshkrue ashtu si që kam përshkrue unë. Po ti është gjallë sot. Çfarë do t'i thoni të shqiptarëve të këtij shekulli? Do të thosha boll me fjalë, mjaft me flamuj për selfie. Ngritni mendjen, jo vetëm gotën. Adheu nuk është dekor për parat, por përgjegjësi për brezat. Nëse doni liri, mbajeni të pastër shpirtin. Se përndryshe edhe nëse çlironi tokën, do mbeteni rob të vetvetes. Po a kemi ende më shpresë? Shpresa është si zjarri në hirin e ftohtë. Nuk shuhet kur krejt, por duhet frym, jo frymëzime boshe. Nëse lind një brez që e don të vërtetën më shumë se rehatin, atëherë po, Shqipnia ka shpëtim. Atë Gjergji, po të shikoni sot Shqipërinë, çfarë ju vret më shumë, çfarë ju shqetëson?
Shqetësimi im nuk janë rrugët e prishura, as pallatet e larta. Janë shpirtrat e prishur, brezat që harrojnë historinë e burrave që ranë për atë theun. Shikoni si disa e përdorin demokracinë si mlekalim për të grabitur, si flamujt e qytetarisë për të mbuluar gënjeshtrat. Kjo është më e rrezikshme se çdo pushtues. Por rinja sot, a shpresoni ju tek brezat e rinj? Rinia ka zjarr në shpirt, por shpesh nuk di të përdor flakën. Shumë janë të zhytur në reallatinë e internetit, në vetkënaqësi, duke harruar se çfarë do të thotë me dhënë shpirtin për diçka më të madhe se vetja. Ndoshta ka pak dritë në disa zemra, por duhet udhëheqje, jo këshilla posh. Dhe me që jemi tek udhëheqja, si do ta vlerësonit politikën shqiptare të sotme? Politika e sotme shpesh është teatr, jo shërbim. Shqiptarët që hyjnë aty, shumë herë i shohin ligjet jo si instrumente drejtësie, por si mjete për përfitim personal. Kur kombi bëhet lojë për xhepa dhe ambicie, çdo qytetari duhet të hapë syt dhe të mos hesht. Për intelektualin që lodhet e përpiqet të shkruaj libra për Shqipërinë, për fatin dhe jetën e saj, për historinë e popullit ton, Fishta bëhet sarkastik dhe këshillon mikun e tij Dom Nocnikaj që kishte anagramin Nak Domonici të heq dorë nga kjo punë. Ti me gjas, Nak Domonici, s'din si hec nga t'jetë si cmici, që po kapesh në breg me pralla? Zotnit gjatë zoti jetën, pa shikoj e Herkuletën, ajo ty ka me të kallëzu se çka t'zit ti ke fitu mjatë bukrën histori që ke shkrujt për mbi Shqipni. Sot në Shqipni, mërlumiku, historia është meteliku. Pse për tjetër, për këtë bes, veç si që ti zaval kres, veç si lan ti kryt gomarit të munu për fis shqiptarit. Këtu në Shqipni, gjatë zoti jetën, për valujt vag gjaku letën shilet shtek, e skryhet hall, se kanë zanë shqiptarët atë kangë, haja qenit, pija qenit, edhe birë karadyzenit. Prandaj sot, letrar të shkret, poshtë, në fund janë lanë pështet, me i grushtmizan kulet, se me shkrime, stërholime, s'mundja mushim me njën kuj, veç kot qesim pet lanuj. Po, a e din mërtun gjatë tjeta, pse libra dhe gazeta, pse historie kanë gardnore sot me sot ndërzo shqiptarit, s'qanë të e patun kur farzarit? Mos e diq, du me t'kallëzu, në paqëngeti me mligju. Zoti lum, për njerëzit mbar, tu zanë fil në babën e par e dërmand mramin ren, veç 300 dirhem men, se ma te për supat da. Me ka shmen ta shmërla, a mund të mushen saj sa koka që për rand, ndoshta i ka toka, besa jo. Përse dhe ashtë ndoj kokë, silë si dalin as 6 opi, ose ma 300 dirhem që janë dhamë për njerëz me men. Bre, ma zi, kem pun të i shku, se këto men vin të upaku, ka vin krena të ushtu. O zoti i madhe që prej empirit shehe një tanë pun të njirit, a i mend lehtit bit e Adamit, me ndimu desh këtë rob të skamit. Dhe ne i thot, një ditë shënkollit, do i kundrun për këti trolli, si e cpuna ruzullimit, po bajseri për njerëzimit. Kesu i një herë në kokë, se ata vlazën janë mi tokë, e se sa shfort punë e lëmut, shoqi shoqit mi janë zirë trut, unë kujtoj sa shtjetër sen, që su të zehet ven e ven, veç pëse undava vetë pak men. Prandaj, ullu tash mbi dhe, e me men ngarko një barë, del të shitën kushtun me ble. E shën kolli, kjoft lëvdu, s'ndej hiq të ju hutu, po ngarko një bark me men,
edhe dulej për gjithë vend e për gjithë fise, e në mbram të udhan shnjën e qiti. Po se ju ulin det sperancat, që i bark tjetër vjen prej Francet. Kish dal djalli me bark, me shit shkarpa në përdhe. U dhazanin shqiptari se dy barkat në të shnjin kanë hi, njena mbush me shkarpat vjetra, me mentholla mbushun tjetra. E ran shqiptar atëherë ku vend tu e folu në ren, shka në rnes mahet men, dhe e pleqnun se për këtë vend duen shkarpa, e jo men. E mbathën shkarpat babat ton, e zban keq jo për të nëzon, pse pa të than një plak padam, ku s'ka men do të ketë kam. A e din tash lumë zotnia pse s'kan fatkan këte mija me sa t'ka dy historia, pa i shqiptarët thaq kan ba be, men e shise mos me ble. Pra zotni, a di çka ban? Hidhi librat pi tavan, edhe rima në i pështet me dur kryq me sy për pjetu njeh miza për milpiza, pse ma të bot por si shumë kuj, ka me t'hec kunglin bi uj, ka me të vu ty barku peta, kan me të bat gjithë tun gjatë jeta. E pse vet do të mirën tande, e ma tepër pse ma kanda që të ndëroj Roma e Stamola, po ti qoj do këshillat holla për me ditë si me jetu, për me ditë si me vozit në portalazet e shekullit ngrit. Për nda qnosh me dalu në va, e ndon mjallë s'pata me tra. Në të pyet kush, se qish jeta, mik e fis si Shqipni thuj, ashtë kuleta. Gjergj Fishta, po kultura dhe feja. Çfarë mesazhi do t'u jepni atyre që e humbasin herajerës rënjën? Feja pa shpirt është mask. Kultura pa përgjegjësi është zbrastir. Nuk mjafton të dish të këndosh këngë kombëtare, të bësh shfaqje teatrale ose të kesh stërvitje shpirtërore. Nëse nuk i lidh shpirtin me të kaluarën dhe dinjitetin e kombit, çdo vepër artistike bëhet dekor për vetkënaqësinë e shpejtë. Sot flitet shumë për vlera europiane dhe integrim. Si e shikoni ju këtë Gjergj Fishta? Integrimi nuk është vetëm për protokolle, dokumente ose në bonjour dhe smoking. Ai fillon nga nderi dhe përgjegjësia e qytetarit të thjeshtë. Nëse nuk e duam vendin ton më shumë se komoditetin personal, as Evropa, as bota nuk do na shërojë. Një mesazh për ata të cilët e dëgjojnë këtë intervistë dhe ndjejnë se kritika juaj është pak e ashpër. Ashpërsia ime nuk është për t'i poshtruar, por për t'i zgjuar. Shqipëria ka nevojë për njerëz që nuk tremben të shohin të vërtetën në sy. Kush e do vendin, nuk mjafton të kënaqet me fjalë, duhet me veprime, sepse kombi që harron burrat e vet dhe mbyllet pas rehatis, humbet më shumë se toka që i kanë grabitur pushtuesit. Shumë nga thënjet tuaja flasin për karakterin shqiptar dhe edukatën. Ju thoni se njerëzit janë tan njësoj prej natyrës, por edukata i ban me u dallue. Çfarë doni thoni me këtë? Natyrisht, çdo njeri ka të njëjtën lëndë, të njëjtin shpirt që lind, por dallimi i madh vjen nga ajo që e bën edukata, njohja, përvoja, respekti për të tjerët. Një shqiptar i edukuar di të dallojë midis të mirës dhe së keqes, midis turpit dhe nderit. Pa edukat, edhe dy shqiptar mund të mos e gjejnë rrugën për të kuptuar njëri tjetrin. Ju gjithashtu theksoni rëndësinë e fshehtësisë dhe të besës. Shqiptarët kallëzojnë një ata çka s'duhet, e mshehin një ata çka e ditan bota, apo jo? Po, kjo është një çështje thelbësore e nderit. Shumë shpesh, fjalët të bëjnë më shumë dëm se sa veprat. Një shqiptar i vërtet e ruan të fshehtën e familjes, të fiseve dhe të kombit. Nuk e përdor për përfitim personal. E kjo është ajo që na dallon nga të tjerët. Ndërsa një nga thënjet e tua më të forta është: mbi një flamur perëndie, me dorë vet ai e ka shkruar. Për shqiptar do të jetë Shqipnia, kush ua prek, ai qoftë mallkue. Si e shikoni ju këtë? Flamuri dhe Shqipëria janë një shpirt i bashkuar. Nuk mund të ndahen. Kush prek Shqipërinë, prek nderin, historinë dhe sakrificën e brezave të tërë. Fjala e Perëndis këtu është një paralajmërim. Kombi nuk do të shkel pa reagim, dhe kjo nuk është kërcënim, por paralajmërim moral.
Dhe për tolerancën fetare ju keni thënë, në rast se ata nuk na duan në një shtet vetëm, pasi thonë shqiptarët që kanë musliman, atëherë ne kristian do t'i shkrim kryqet tona dhe do t'i bajmë fishek me mbrojt vllaznit tan muslimane shqiptare. A nuk u duket e gjitha kjo e pak e fortë? Kjo nuk është thjesht një kërcënim fizik, por metaforik. Po flas për unitetin kombëtar mbi dallimet fetare. Shqiptarët duhet kuptojnë se kombi është më i madh se feja e secilit. Bashkimi është mbi të gjitha. Nëse nuk bashkohemi, humbasim gjithçka. Por, ju keni kritikuar elitën politike, më dhemb kryet mbi një të parla të parlamentarëve. Dokra pa dokra, apo jo? Po, politika e zbrasët, fjalët pa vlerë, ligjet pa shpirt. Kjo është më e keqe se çdo pushtues. Një komb që i lë liderët e vet të flasin poshtë, humbet rrënjët morale dhe humbet orientimin. Dhe së fundmi, çfarë mesazhi do t'i jepni tani shqiptarëve? Gjergj Fishta. Të mos harrojnë asnjëherë se janë shqiptar. Të ruajnë nderin, besën, unitetin dhe respektin për fëmijët e tyre. Të dinë se nëse humbasin moralin, nuk humbasin vetëm vetveten, por të gjithë kombin. Sepse Makollaj është me mbushur një thes me pleshta se sa me i babashk të shqiptar. Dhe kjo duhet të na mbajë gjithmonë të zgjuar. Faleminderit Gjergj Fishta. Ishte e kënaqësi. E mbyllim këtë udhëtim me zërin e Gjergj Fishtës, i cili nuk na foli vetëm për të kaluarën, por për përgjegjësitë tona sot. Mes kritikës ashpër dhe dashurisë për vendin, Fishta na solli ndërmend se nderi, uniteti dhe morali janë ata themele, të cilat ne duhet i ruajmë dhe nuk t'i harrojmë asnjëherë. Le t'i mbajmë gjallë, të zgjuar në ndërgjegjen tonë dhe të punojmë për një Shqipëri që i bën der të kaluarës dhe sigurisht të ardhmes së saj. Nga Almira në mikrofon ju vjen përshëndetja e fundit. Për intelektualin që lodhet e përpiqet të shkruaj libra për Shqipërinë, për fatin dhe jetën e saj, për historinë e popullit ton, Fishta bëhet sarkastik dhe këshillon mikun e tij Dom Nocnikaj që kishte anagramin Nak Domonici të heq dorë nga kjo punë. Ti me gjas Nak Domonici s'din si hec nga t'jetë si t'smici, që po kapesh në breg me pralla. Zotnit gjatë zoti jetën, pa shikoj e Herkuletën, ajo ty ka me t'katzu, se çka t'zit ti ke fitu, mjatë bukrën histori që ke shkrujt për mbi Shqipni. Sot në Shqipni mër lumiku, historia është meteliku. Pse për tjetër, për këtë bes, veç si që ti zaval kres, veç si lan ti kryt gomarit të munu për fis shqiptarit. Këtu në Shqipnit gjatë zoti jetën, për valujt vag gjak huletën shilet shtek, e skryhet hall, se kanë zanë shqiptarët atë kangë, haja qenit, pia qenit, edhe birë karadyzenit. Pra ne i sot letrar të shkret, poshtë, në fund janë lanë pështet, me i grushtmizan kulet, se me shkrime, stërholime, s'mundja mushim me një në kuj, veç kot qesim pet lanuj. Po, a e din mërtun gjatë tjeta, pse libra dhe gazeta, pse historie kanë gardnore sot me sot ndërzo shqiptarit, s'qantu e patun kur farzarit? Mos e diq, du me t'kallzu, në paqëngeti me mligju. Zoti lum, për njerëzit mbar, tu zanë fil në babën e par e dërmand mramin ren, veç 300 dirhem men, se ma te për supat da. Me ka shmen ta shmërla, a mund të mushen saj sa koka që për rand, ndoshta i ka toka, besa jo. Përse dhe ashtë ndoj kokë, s'cil si dalin as 6 opjo, se ma 300 dirhem që janë dhamë për njerëz me men. Bre, ma zi, kem pun të i shku, se këto men vin të upa, ku ka vin krena të ushtu? O zoti i madhë që prej empirit shehe një tanë pun të njirit, a i mend lehtit bit e Adamit,
me ndihmu desh këtë rob të skamit. Dhe ne I thot, një ditë shënkollit, do I kundrun për këti trolli, si e spuna ruzullimit, po bajseri për njerëzimit. Kesu I një herë në kokë, se ata vlazën janë mi tokë, e se sa shfort punë e lëmut, shoqit mi janë zirë trut, unë kujtoj sa shtjetër sen, që su të zehet ven e ven, veç pse undava vetë pak men. Prandaj, ullu tash mbi dhe, e me men ngarko një barë, del të shitën kushtun me ble. E shën kolli, kjoft lëvdu, s'ndej hiq të ju hutu, po ngarkoj një bark me men, edhe dulej për gjithë ven. Për gjithë ven e për gjithë fise, e në mbram të udhan shnjën e qiti. Po se ju ulin det sperancat, që I bark tjetër vjen për I Francet. Kish dal djalli me bark, me shit shkarpa në përdhe. Ulla zanin shqiptari se dy barkat në të shnjin kanë hi, njena mbush me shkarpat vjetra, me ment holla mbushun tjetra. E ran shqiptar dat herë ku vend tu e folu në ren e ren, shka në rënesë mahet men, dhe e pleqnun se për këtë vend, duen shkarpa, e jo men. E mbathën shkarpat babat ton, e zban keq jo për të nëzon, pse pa të than një plak padam, ku s'ka men do të ketë kam. A e din tash lumë zotnia, pse s'kan fatkan këte mija me sa t'ka dy historia, pa I shqiptarët thaq kan ba be, men e shise mos me ble. Pra zotni, a di çka ban? Hidhi librat mi tavan, edhe rima ne pështet me dur kryq me sy për pjetu njeh miza për milpiza, pse ma të bot por si shumë kuj, ka me t'hec kunglin mbi uj, ka me të vu ty barku peta, kan me të bat gjithë tun gjatë jeta. E pse vet do të mirën tande, e ma tepër pse ma kanda që të ndëroj Roma e Stamola, po ti qoj do këshillat holla për me ditë si me jetu, për me ditë si me vozit në portalazet e shekullit ngrit. Për nda qnosh me dalu në va, e ndon mjallë s'pata me tra. Në të pyet kush, se qish jeta, mik e fis si Shqipni thuj, ashtë kuleta. Ka pyetje që nuk u bën kur. Ka zëra që ende kërkojnë të dëgjohen. Një ustim për te kohës. Një bised me ata që nuk jetojnë më. Intervist hipotetike me mua Almiron.